5 minutë, sa të mbarojmë me procedurën. Zonja Ina Zhupa. Faleminderit, kryetar. Fillimisht dua të bëj me dije seancës që ne na ka ardhur një draft raport, program dhe kalendar në emaile që kishte 2 projekt ligje dhe nismën e deputetëve të opozitës. Dhe vetëm gjatë kohës së zhvillimit të konferencës kryetarëve na erdhi një kopje tjetër ku shtoheshin jo pak, po 17 projekt ligje, të cilat ju doni t'i kaloni sot në projekt kalendar dhe në projekt programin e këtij kuvendi. Është e pasens që nga ora 9 në orën 10 ju të sillni 17 projekt ligje të reja, të pacaktuara komisionet përgjegjës dhe përdhënie mendimi, thjesht dhe vetëm sepse kështu keni marrë urdhrin nga qeveria. Së dyti, ne kemi paraqititur mocionin me debat për programin politik. Nuk ka ende një datë në projekt kalendarin tuaj, në projekt programin tuaj, ndërkohë që duhet ishte baza e fillimit të diskutimeve të këtij kuvendi dhe interesit publik, sepse ne ende sot nuk kemi debatuar se çfarë pritet të ndodhë në 4 vitet e ardhshme, prioritetet ose jo prioritetet e kësaj qeverie. Prap këtë keni lënë pa datë. Një projekt ligj, përkundrejt 19 që keni nga qeveria, një që ka ardhur nga deputetët, i cili duhet ishte prioritet për shkak se rolin ligjvënës e kanë deputetët, është i vetmi që është pa datë. Nuk ka datë sepse vjen nga deputetët e opozitës. Dhe në traditën më të keqe të këtij parlamenti, ne kemi mbyllur parlamentin e kaluar, sesionin e kaluar, legislaturën e kaluar, duke ju kthyer projekt ligjet mbrapsht deputetëve, mbasi i kishin depozituar që nga viti i largët 2021 për t'ia kthyer mbrapsht në vitin 2025, sepse ju nuk gjetët kohë me 2 kryetare të ndryshuara kuvendi për t'i futur dhe për t'u shqyrtuar në komisione dhe seancë. Nëse do të vazhdoni të njëjtën traditë që projekt ligjet e deputetëve rrinë në zyrtaret e kuvendit, kjo jo vetëm nuk i bën nder parlamentarizmit, po është kundër interesit publik dhe në shkelje flagrante të rregullores kuvendit. Së treti dhe shumë e rëndësishme ka të bëjë me mocionin për shkarkim për kryetarin e kuvendit. Në djenin ton do duhet të ishte futur në konferencën e kryetarëve, ju thatë diskutohet një konferencë e kryetarëve dhe më pas shkon në Këshillin e Legjislacionit, zoti kryetari i kuvendit tha që do ta mbledhi nesër, ne jemi në pritje të mbledhjes dhe të zbatimit të kësaj pike të rregullores. Dhe së fundmi, në lidhje me raportimin e institucioneve të pavarura, keni ndërtuar një mbikomision, një komision që duhet jetë mbi gjitha komisionet dhe gjithë komisionet e tjera na trajtoni si nën komisionet komisionit Xhafa. Faleminderit, fjalën e ka kërkuar ministri Toni Gogu. Zoti Gogu. Faleminderit, zoti kryetar, nderuar kolegë, një sqarim të shkurtër për ju dhe për gjithë publikun.